liderët tonë, ose të gjithë shokët e që në Hog do të na kthehen të pafajshëm. Dhe ajo është atë fitore për ne dhe fitore e më e madhe për Kosovën. Lavdi! Lavdi! Jep, edhe pejtuit për nisëm, sepse tash rrugës, kemi njështë të bashku dhe do të gjithë rrugët deri. Thotë është një marsh simbolik që e kem paralajmëru, është një thirrje për drejtësi, qëllimi është që të mrim deri në Hog, atje ta bëjmë një parakalim të karvanit motorista, mandej të vazhdojmë Bruxelles ku kem përgatit edhe një kërkesë që drejtësia të jetë transparente. Kjo është sa për me u informu, Gjeneral, nëse kiti diçka me shtu. Ja, asi sa më veçantë, besoj mos pari uroj shkoj mirë, sepse është rrugë e madhe, normal që ka sfida, koha është në atë minimumin e temperaturat lënë, po besoj që do të shkoj mirë, derisa ka mundet mirë, ne do të bëjmë këto vetëm një thirrje për drejtësi, dhe ajo tjetra që është që sa më shpejt proceset të kryen drejt. Ne nuk duam as të ndikojmë në drejtësi, po duam të thëmë se kjo drejtësi nuk po monitorohet. Prandaj kjo le të jetë thirrje edhe për ndërkombëtar, por le të jetë thirrje edhe për njerëz dhe qeveri dhe gjithë ata që mendojnë që drejtësia është ajo me vlera kryesore. Dhe nëse drejtësia është vlera kryesore, liderët tonë, ose të gjithë shokët e që në Hog do të na kthehen të pafajshëm. Dhe ajo është atë fitore për ne dhe fitore e më e madhe për Kosovën. Pra të gërni pak për rrugtimin, falë se... Po, udhtimi jonë do të filloj prej këtujt, do shkojmë shtash të shkojmë edhe te masakrat në Poklek, prej këtujt pastaj do të shkojmë në Deçan, Glogjan, nga Glogjani do të shkojmë në Koshore, nga Koshore do të shkojmë te Meja, dihet masakra e madhe që bëhet atje, që një koshit jetë simbol edhe për evropianët e dim pikat, se ka si kur i kanë harruar masakrat, po edhe më tepër edhe për shqiptarët, sepse na kujtojnë vetëm ditët kur i kanë datat, dhe nga aty do të ndalim edhe në Landovic, meqense edhe aty do të kthehen rruga për Morin edhe Dorsh, ku të kenë tragedin, dhe Ancona. Nga Ancona do të shkojmë në Curi do të mbledhen motoristat italian, motoristat shqiptar që janë vinë nga Italia, Gjermania, Austria, një pjesë për Kroaci ka thonë të shofit, ta sepse do të varet shumë edhe nga gjendja teknike e motorëve ata cilët e dinë, vullneti më i madh, po mundësitë janë më të vogla. Dhe nga Curi do të ndalim në Düsseldorf, ku do të pushojmë natën aty, dhe nga Düsseldorf në mëngjes do të shkojmë Hog, Bruxelles dhe Anasjeltas. Organet e ty janë gjitha të lajmërune, besoj që nëse ka nevojë dhe nëse do trafik i madh, se varet se sot do të bëhet, na kanë premtuar që do të na përcjellin si karavan kështu. Nuk do të ketë fjalime, nuk do të ketë përpos fjalime spontane si të marrin intervistat. Gazetarët e ujë na kanë lajmëruar, besoj se do të na përcjellin, do të shohim. Moj Shqipëni të qofsha fale, o ma ka jek zemre një maha. Her me pani, her me syje, e me jani, her me tyje. Du me hap fjatra ke mia, luturin nga Shqipënia. Du me hap fjatra ke mia.
Malsori zidin pushka, Skender Beljan gazmoj kalin, edhe jertani si në rapin, Skender Beljan gazmoj kalin, edhe jertani si në rapin. Koma